الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وما توفيقي والاعتماد إلا على الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أرسله الله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. I gjithë falëndrimi I takon vetëm Allahut Azza wa Jall. Vetëm Allahun e falëndrojmë dhe vetëm prej Allahut ndihmë dhe falje kërkojmë. Salate dhe selame të përzemërta mbi Muhammed Mustafan sallallahu alaihi wasallam çojmë mbi atë, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të ndershëm dhe mbi të gjithë ata të cilët e ndjekin dhe e pasojnë rrugën e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Nuk ka dyshim se fjala më e mirë është fjala e Allahut Azza wa Jall. Edhe udhëzimi më I mirë është udhëzimi I Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe çdo risi, çdo bidat është humbje. Dhe çdo humbje na çon në zjarr të xhehenemit. Allahu na ruaj prej tij. I nderuari dhe shumë I respektuari xhamat. Islami ka ardhur me e rujt shoqërinë. Me pas një shoqëri të shëndosh. Edhe ka fillu pite vetvetiu. Me kriju personalitet, rrethin e ngusht, fëmijët, familjen, prej të rrethi ngusht të rrethi më I gjarë. Edhe këto duhet të ruhen, sepse 5 gjëra në Islam janë llogaritën për 5 gjërave bazore të jetës. Njëra prej këtyre 5-ve është ruajtja e shoqërisë. Shoqëria fillon prej te familja. Nuk ka shoqëri pa familje, se familjet, grup familje bojnë një shoqëri. Armiqt e kësaj feje, po e them edhe armiqt e njerëzimit, kanë hulumtu rreth kodeve shumë. Qysh me e gjetë kodin me e shkatru një familje. Pse? Sepse ata nga shkatrimi jetojnë. A ke vrejt? Në emën të lirisë, në emën të civilizimit, në emën të demokracisë, a vazhdimisht marrojnë armë, lloj arme, derisa atë shumë kanë mrrin armë, atë shumë bota ka prodhu armë, disa herë kejt toka gjegët. Për shumë armesh e kanë banë. E kanë helmu ajrin, e kanë helmu detrin, e kanë helmu tokën. Për shka? Për me mrit njerion. Pra, dikushin nga zorët e njerëzve mbi jeton. Për shembull, nga luftrat. Ato nuk munden me jetuën, biznesi I tyne nuk hec përderisa nuk ka luftra. Pse? Se çdo luftë do armatim. Prodhon armë edhe shet. Biznes. Nuk pa e ceki me emër një ministër I jashtëm I një shtetit shumë të madh, me emër dhe mbemën e njoh dhe e njihni, ka thënë qafën elhamdulillah, ka cof më herët, edhe ai e ka pas dhe e ka hala emrin një di, hala e ka fabrikën më të madhe në botë, e cila shet armë ilegale.
Edhe ka shkuna për botë, ka po biznis, ka nis luftra. Pra me shkatruan. Ja lufta e fundit e cila, që ka boni? Shkatroj çdo send. Nuk kanë mjaftu me kaq. Duhet me e shkatru një shoqëri. Thot për me e shkatru një shoqëri do duhet të i bojmë, thot të i përdorimi 3 pika elementare, kryesore. 3 pika. Pikën e parë shka duhet ta shkatrojmë, thot një familje, thot është nëse ne arrim ta shkatrojmë familjen brenda. Prej shkatrimit familjes brenda në familjet që kanë mori ka studiu mirë, kanë me shkatruan. Pra numër 1 me e shkatru nanën e fëmijëve. Thot se nëse nana shkatrohet familja, se unë kam thonë më shumë se njerë, se nana e fëmijëve është boshti korrizor i familjes. Sa mujtet me qëndru një trup pa bosh korrizor, qash një familje pa nanë. Çka mi bon? Me e shkatru qatë nanën. Që fëmijët e tyne mës me pas interesim për nanën. Fëmijët e tyne me pas pavarësi për nanën. Fëmijët e tyne mës me vlerësu nanën. Pra grujen me e bo dhe me e shkatru, se nëse një shoqërijës ja ke shkatru grujen, ti e ke shkatru qatë shoqëri krejt. Çka kanë bon? Me çdo kusht kanë tentuar edhe kanë thonë që duhet femrën me e qitë për jashtë. Me e qitë ku? Qitë e jashtë. Letë punon fabrik, letë punon mjekësi, letë punon atje, letë punon këto, sepse thot nëse arrim na që ajo me e hargju gjysën e kohës për jashta, gjysën kohën qëtë mrenda ajo e ka pushim dhe përgatitje për nesër. Faktikisht shtëpinë ajo e ka vetëm se një lloj strehimore të vetë, nuk e ka punë. Dhe m'ja hub vlerën emnin non. Non. Terisa tanin, ngonë misë fjali, thot tanin vetën si të nënçmume mu kon anvise. Anvise? Tash trejet e kanë mërë modë. Çka po thojnë? Une nuk jam anvise me maru torta, unë s'di me maru torta une, as di une me fshni, se unë nuk jam anvise, unë jam e shkollume, unë jam e arsimume. Na çdo herë kemi thonë, nuk jemi kundra arsimimit, pro arsimimit. Degjenive, por jo të degenerimit. Jo mu degeneru në emën të arsimimit. Se një femër e pa arsimume është e dobët. Ne dojmë të arsimojmë femrën, ama jo të degenerojmë femrën. E ato dojmë të degenerojmë femrën. Qa me bon? Pra mja hup vlerën. Mja hup vlerën si grue. Ajo me pritu me maru 2 grue e buk, se unë s'di të t'jam anvise, e nin vetën të nënçmume. Nëse ajo i shërben burrit vetë, apo fëmijëve vetë, apo familjes vetë. Atje drejtorit vetë i shërben me orë të tëra apo shefit vetë, kur të vjen të shtëpia, priton burrit bja bo një kafe. Fëmijës bja bo dikoj e buk, që konë shqitore shkobleni, hamburger edhe krimu apeti. A që kur ta urdhron drejtori, me çdo qef dhe dëshirë, dhe ja maron kafen, se ven fundi mujt, ashtë ata një mod që një mujt se planon punë. Pra e ka hup ajo vlerën si non, si zoj, edhe është bo një shërtore atje. A emin anvise këtu s'pe e donë. A atje po shërben. Pra me e shkatru femnën. Se minutët po më kalojnë. E pika e dytët është për me shkatru një shoqëri, thot shkatrojnë një arsimimin. Mos ketë arsimim kualitativ. Qa mi bon? Profesorave, mësim dhënësve, ullë një rogët. Që ajtë ketë në varsit e nëzonsi. Del të pi një kafe me nëzonsin. Qëfar profesori jetë ajë nëse del me nëzonsin e pi një kafe? Ma ato nuk janë profesor dhe nëzans, ato janë shok, se nëzansi ja ka paguajt një kafe, po e ka korruptu për të në vitin. Profesori pizorit shkon me teshat të thjeshta, se s'ka, edhe i ka familje. E qka me bon? Arsimimin ule. Shkojnë mujtë të tëra, vëzir, më në misë gjali, shkojnë mujtë të tëra, në për shkollat e tona fëmijët hala nuk kanë libra dhe nuk kanë orar të mësimit. Pse? Me atë preteksin që nuk kemi fond. Qysh mëra nuk ke fond? Për kazino atje kanë fonde, për drogën atje kanë fonde, për lloj-lloj kanë fonde. Kur dhe punat e shkolla, fëmijëve
domethënë ja hupin rendin e shkollës i duan fëmijës 1 muaj ose edhe më shumë i duan derisa ai të stabilizohet në shkollën e vet. Edhe kur shkon te shkolla, shkon si lloj banditi. Jo me shku me kërku dituri, po shkon me qitë qehere atje para profesorit. Pra me shkatruhun. Kur i kanë thonën ish kryeministës apo kryetarës së Gjermanisë Angela Merkel, ma në menë që të ju të rritë, që të fjali. I kanë thonë pse në Gjermani, thot, mësust, mësimdhënësit, po i kanë rogët më shumë se mjekët. Edhe inxhinierët më shumë se mësuesët. Ato rrogët e mësuesve po janë më të mëdha se të inxhinierëve të mjekëve gjithëve. Ka thonë kështu. As është të turp thot, se krejt që të mësues dhe inxhiniera e kanë marrë bazën të që të mësuesta. A nuk është të turpa? Pa mësuesi është baza dhe themeli i shoqërisë pas nonës të shtëpia. Pra nona të shtëpia që mësuesi të shkolla se e edukon fëmijën ose e shkatron fëmijën. Pra, e kanë gjetë kodin. Çka me po? Shkatroj arsimimin. Shtin palavra në për ta. Shtin historia të rrënjshme. Shtin mos vlerësim. Tash me këto farë, unë për i thëmë plastika, telefonat, loj-loj, të që kanë dalë, loj-loj e piti, loj-loj, që ka mosi, rinia e sotit nuk është në gjendje me mësu as tabelën e shumëzimit. Pse? Se këjt i konë telefonat dhe i konë në iPad apo në kodi shka unë atje. Pra, arsimi është boj pa vlerë. Mësuesi është boj pa vlerë. Në Finland, tash pjo të regoj me emna, në Finland, atje është me ligj e indalum arsimi, thot, privat. Shkolla private nuk ka. Edhe unë jam prej qatynve, që ka me pas pushtet në dorë, unë e shkollat private në gjitha i mbilli. Pse? Se shkolla privat krijon biznis. Ai nuk ka llogari me ngel një student. Se i hupin bizniset e tyne. Po çka baj unë? Unë baj që arsimi, mësuesi ta ketë rrogën 3 fish, 5 fish më shumë se inxhinierit, mjekut, ati këti. Edhe nxënësin e baj të edukum, që vetëm një çelak fjalë më ja kthim mësuesit, ai nxënës ta pagun shtrejt, se ja kthej fjalën mbretit të vet. Mbretnesën e ka të nonën të shtëpia që, mësuesin ose mësuesin e ka mbretnesh të shkolla që. Pra këto janë dy gjëra që e ngritin një shoqëri apo e ulin një shoqëri. E këtyre duhet më ndihmu kush? Shteti duhet më ndihmuan. E jo me cilë lloj shkolle private që edhe mos mësove ti se ato s'ka llogarime të ngelti, pa që të kanë kalu se ato sa mbutall mushtërinë e vet me përzon. Jo, duhet më konë shkolla në nivel të duhur. A ju kujtohet bre vllazni, ju trive jo, ne që kemi pak më shumë, mësuesit i tonë, jo që i bëjshmi bised me tonë, rrugë kur i shifshmi, edhe i respektoshmi, po ka pak edhe frigër ua kishmi. Pse? Se arsimimi ishte në nivel. E jo, në fshatin tonë, spece e giku e dini, në fshatin tonë ka shku një të mjeku, një pacient. Kur ka shku në atje mjeku e ka shkujt gabim hapët. Edhe vend se me i dhonë dishka hapët tjerë, ato i ka dhonë tramadol. A di çfarë tramadol? A di që të më thëmë fjallë tramadol? A dini? Tramadol i jipët edhe më para vdekjes, më me tinal pak dhintet. Edhe kur ka fillu pacienti mi përdur, ka fillu më udridhen edhe ka ra në komë. Kur e kanë qutë e mjeku për zëtjarë, dhe ku të kokshmi komë të emitë. Edhe kur zho, ka përcaj kjo. Pse? Si rezultat i arsimimit të dobet. Një mjeku të i thash para disa dite. Thash ju mjek, thash me pas, thash unë, thash pushtet, thash shumëve, thash ju kisha suspendu pi punëve. Edhe ja shkujta një farë receti, thash që këtë recet, thash ju, thash se meritoni, thash bja shkujt me kompjuter, se me kompjuter ja shkujta. Thash se meritoni, thash bja shkujt me kompjuter. Thash pse hoq, thash se ju, kur pana i shkru një receptet, e ju, thash, na mytët kejt. Për shka? I dobët. I dobët. Sot po më thot njoni, oho, shta mos hisht në dyrë të këtini, tha se si po njëri tha s'po lon me dalë. Shko banë e ketë, shko banë atë, shko banë në fund kur gjonë. Pra, i dobët. Ka dalën për shkollës, i dobët. Edhe pika e fundit është me rëzuar personalitetin. Pra, pika e tretë që ka e rëzuar një shoqëri, rëzimi personalitetit. Pra, hoxha mos ketë personalitet.
Hajde bese, fjalët më të ulta i bojnë për hoxhën. Fjalët më fyse për mësuesin. Fjalët më të çmuse për babën. Fjalët më të këqija për një të arsimum. Domethënë, i arsimuari është i pavlerë. Pse është i pavlerë? Pra, dikush i ka punuar që i me i nënversu këto. Për çka? Sepse nëse u a merr, u a këput kryt e shoqërisë me trup lunë që shdush. A ki po? Kur mori dikushi, njëherë krytja këput, tani mes me trup. Po i arsimuari është kryt e shoqërisë. E shoqërisë kur t'ja këpush kryt me trupin e shoqërisë lunë që shdush. Pra 3 pika, ka kanë investu shumë ato për mi shkatruan. Në fund krejt, jure mija e dini se muri ma i gjatë dhe ma i lartë në botë kush është? Muri kinez, apo? E kanë maru, e kanë ndërtu, e kanë investu, e kanë bua miliarde, biliarde, kuj di shka. Kanë investu në ngurë. Mirë po, të meqme qka kanë banë? Me shku me thi gurin, atë murin, falni? Jo, po kanë shku e kanë korruptu rejtarin. Hiq pa u lodh, e kanë deportuar dhe kanë të i kalu murin. Pra vëllezër të nderuar, ne duhet të investojmë në kokët e rinjës, jo në blokët dhe gurët e shtëpisë. Se jemi kundra shtëpive, stakfirullah, por investo të kryt e shoqërisë. Për këtë ju baj selam, se unë kam qef ka njëherë selamat me i qurën, edhe elhamdulillah që po arrin. I baj selam qeverive tash, qeverive 3 tash. Inshallah, vetëm 10% i realizojnë premtimet e tyne. Vetëm 10%, se 100% është e pamundër. Vetëm 10%. E një prej investimit që ka ta bojnë, le ca bojnë në arsimim. Ne dojmë arsimim kualitativ, jo arsimim të korruptuar. Let ngritët pala e arsimit, let ngritët mësuesi dhe profesori dhe edukatori, hoxha, por në tjetë edhe popën let ngritët. Nështë, vetëm ta kemi një shoqëri të shëndosh. Se pa shoqëri të shëndosh, pa të arsimuar, nuk kemi kur gjohë dhe zëtë ndërruar. Do më thënë, investimi kryesor duhet të jetë ku? Në arsimim. Për ndryshe, ne kemi me u bon shumë të pasur, por të pavlerë, të pa edukum. Lusmi Allahun Azza wa Jall, që Allahu Azza wa Jall në banë për aty shka shoqëria e jonë të ngritet. Këto 3 pikat të ruhen, pra dhe njëherë, rujtja e familjes, rujtja e arsimit dhe rujtja e njerëzve të cilët janë përgjesa për shoqërinë. Këtë rast hinë çdo i cili është i arsimuar, duhet që të i ruhet personaliteti, mos të nënçmohet e mos të bërbuzet, sepse e ke bërbuzën kryt e trupit tanë. Nëse kryt e ke bërbuzën, trupi jo tani është i lirë, çdo kush i manipulon me ta. Lusmi Allahun Azza wa Jall me emrat e tij të bukura dhe cilësitë e tij të larta që i modhi Zot të na ban prej atyre që i vlerësojnë gjërat. Rini e nderuar, për rizat Zotit për ju është ndije. Në rizat Allahut, kur ta shifësh një njeri të arsimuar, respektoje. Kur ta shifësh mësuesin, pasha Allahun që s'do bëhet them publikisht, pasha Allahun, vorrin e mësuesit tëm i cili më ka mësuar, pasha Allahun hala unë shkoj dhe nala dhe ja respektoj edhe vorrin mësuesit tëm, i cili më ka mësuar. Ai është bosh shkaktar. Ai është bosh shkaktar. Unë kam mësuar dhe unë kam kryer sot fakultet. Po çka më e mira se nxënësët e tina, shumica prej tyre gjithë jemi me fakulteta, elhamdulillah. Pse? Ama pat investuat herën në të ri, ka pas vlerë mësuesi. Pra vëllezër të nderuar, le të jemi për atyre që e respektojmë mësuesin, qoftë hoxha, qoftë mësuesi, qoftë ai i cili të mëson ty për hajër, dija vlerën se nëse se vlerëson, Allah i prej dore ta merr. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.